boni Allah se ju kemi thyer algoritmin. Të gjithë kërcënimet që bëni nuk po arrini dot për të marrë views, like, sepse ato nuk janë të vlera. Mirë mbroma diaspora. Me gjithë gjobat që ju kanë vënë, ata harrojnë një gjë. Kur Shqipëria ka hall, diaspora ngrihet. Kur diaspora gjobitet, Shqipëria ngrihet këmb. Nuk është vonë dita, diaspora po niset prap drejt atë dheut. Mos të gjobisni, se ata nuk fin nga larg. Ata fluturojnë në shtëpitë e tyre. Ky është momenti ku të gjithë duhet shohim majtas dhe djathtas. Pjesa më e mirë e vëllezërve dhe motrave janë nisur për jetë më të mirë jashtë. Në qoftë se sot Shqipëria nuk del këtu në rrugë, nesër nuk do kemi këtë shohim as majtas, as djathtas, se nuk do ngeli më njëri këtu. Ky është momenti ku Tirana, Durrësi, Vlora e gjithë Shqipëria ngrihet për të mos u kthyer më, derisa ata të kenë shkuar në shtëpi. Nesër më shumë. Roft Shqipëria e lirë, e ndershme, rofshin shqiptarët ku do të botë. Shqipëria e re. Në mbrëma të gjithëve, jam në Vila, kam 30 vjet në emigrim. Sot kam ardhur nga Toronto vetëm për këtë protestë. Ju falenderoj me gjithë zemër. Na keni bërë krenar kudo në botë. Kam 25 ditë që vesh bluze me shqiponjën tonë dhe gjitha nacionalitetet më thonë jemi proud of you Albanians. Kam shumë motive, shumë arsye për të protestuar, por vetëm për një gjë që nuk ja fal vetes, nuk mund ati isha dot kur babi im mbylli syt. Sepse emigrimi na ndau me njerëzit tanë, fëmijët tanë flasin prej WhatsAppit me gjyshrit, dhe këtë na e bëri politika jonë 36 vjeçare, që na ndoqi dhe tani po na shet pronat, do na lër pan një copë varë, të gjithëve. Shqipërinë po e shpopullon Edi Rama, tradhtari i këtij kombi. Të gjithë mendoni se ishte ai vizionari, ai artisti, por ai ishte një futbollist, një basketbolist dështak, një piktor dështak, një politikan dështak, një fëmijë dështak, një baba dështak, një burr dështak. Dhe tani udhëheqësi më tradhtar që kombi shqiptar ka parë. As turqit, as komunizmi nuk e shiti adeun tonë, vërtet na mbylli në një kafaz të quajtur burgu komunist, por na i la metrat katror ashtu si që 1913. Vetëm një kërkesë kam, e di që ai nuk do shkoj kur në burg, sepse qarkullon prej vitesh një kartel mjekësore, një kartel psikiatrike. Mos na i sillni në Vlorë, ju lutem shumë, mos na i sillni në psikiatrinë e Vlorës. Jam vlonjate, nuk e dua. Do na trem turizmi, do na trem kalamajt. E dua Vlorën sa familjen time dhe do qëndroj këtu në shesh me ju derisa ai të zhduket. Bashkë me ju. Ju falenderit shumë, jeni krenaria e gjithë shqiptarve në botë. Për çdo ditë që qëndroni këtu, për çdo fjalë të thënë tuajën, vetëm të mos përçahemi. Ne jemi kundër atyre që na vodhën, na ndoqën dhe na përçan. Të majt, të djathtë, komunist, ballist, dhe na bën atë që ne nuk duhet t'i lëmë akoma të vazhdojmë. Një klasë e re politike, rini e bukur, rini e shkolluar, njerëz të drejt, intelektual na duen që të udhëheqin atë dheun tonë. Faleminderit shumë.
Mirëmbrëma të gjithëve. Doja të kujtoja edhe një herë pse nisi gjithë protesta. Rasti I Zvërnecit nuk është vetëm një çështje mjedisore. Është një çështje që tregon që gjithë sistemi ka dështuar. Që te mënyra se si lejet janë dhënë apo nuk janë dhënë. Që te mungesa e transparencës, te mungesa e përfshirjes së banorëve, të komunitetit të prekur, të ekspertëve, ekspertë të cilët kanë vite të angazhuar me çështjen, jo vetëm çështjen e Vjosës konkrete, por edhe me çështjet mjedisore, akademik, organizata shoqërisë civile nuk kanë qenë të përfshira në asnjë moment të procesit. Ky është një proces I cili fatkeqësisht përsëritet në të gjitha vendimarrjet mjedisore. Sot që po flasim, janë shumë lumenj që po shkatrohen, janë shumë lumenj që po dëmtohen, pa dijenin e banorëve të parëve që jetojnë aty, e pa dijenin e ekspertëve, të cilët duhet të thonë fjalën e tyre, duhet të thonë zërin e tyre. Jo më larg se dje dhe sot, ne kemi parë se si kanjoni I Erzenit është betonizuar, zhmbuluar me inerte, nuk shikohet më. Edhe ajo pjesë e vogël që kishte mbetur nga Erzeni tashmë është mbuluar. Sa për ju kanë shkuar, është I vetmi vend afër Tiranës që kishte mbetur akoma një bukuri natyrore, sepse pjesa tjetër është shkatruar nga guroret, nga digat, nga çfarë lloj mënyre tjetër, nga mbetjet. Por po flasim për Erzenin, por mos harrojmë lumenjt e tjerë. Nika I Mërtur është një nga lumenjt që së fundmi është përballur me ndërhyrjet e makinerive në shtratin e Lumit. Banorët janë të surprizuar, nuk kanë qenë pjesë të asnjë dëgjese. Kemi të bëjmë me hidrocentrale, me diga, me gryrje, si në rastin e Shkumbinit, në rastin e Cemit e për gjithë Shqipërinë. 28% e gjithë rrjedhës lumore është humbur nga shtrati I tij natyror në vetëm 7 vitet e fundit. Kjo është një masakër mjedisore. Fatkeqësisht Shqipëria është rasti më I keq në gjithë Ballkanin për sa I përket shfrytëzimit të lumenjve. Dhe tashmë është radha e Bregdetit, duke filluar me Vjosnartën e duke mos kursyer të gjithë vijën bregdetare. Pre e zhvillimit, jo të qëndrueshëm pre e shkatrimit dhe betonizimit të vijave bregdetare të paprekura, të dunave mira vjeçare, të habitateve për specie të rrezikuara dhe të rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, për gjithë Mesdheun. Jemi ankuar gjithmonë që kemi ligje të mira, por çalojmë tek zbatimi. Fatkeqësisht sot nuk I kemi më as ligjet e mira, sepse ligji që ishte ai që duhet siguronte mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e zonave të mbrojtura, ligji 21/2024 e hoqet dhe këtë status tashmë është legjitimuar çdo ndërhyrje në zonat e mbrojtura. Ne nuk duhet ta lejojmë këtë. Rama Burg Berisha Burg. Mirë njohje për të gjithë kryeqytetasit, për rinin, për emigrantët, çdo individ, çdo shqiptar që mbi të gjitha, mbi partit, vendos atë unë. Mirë njohje për gjithë ju. Sot jemi në ditën e 26 që dresës son pa pushim. Ti Edi Rama, ti delirant në krye të shtetit ke arritur të thuash publikisht popullit. Popullit tënd, fuck you. A jeni në gjendje në respekt të gjithë nënave, vajzave, motrave, të mos ta themi shqip, po t'ja themi anglisht në kor. Edi Rama! Edi Rama! Edi Rama! Ky është zëri këtij populli. Ky është zëri këtij populli që me zemëratë që ka krijuar brenda vetes tia ka dalë në shesh. Sepse ti I shite, ti I tradhtove, ti I manipulove, ti I nxore këta njerëz këtu me një qëndres të pathyeshme. Prandaj ne jemi këtu për të përcjellë mesazhin më të bukur paqësor, që ti do të rrëzohesh dhe me paqen e këtyre njerëzve. Ti do të marrësh fund nga paqja e këtij populli. Ne jemi gen arbëror, neve nuk e njohëm tradhtin, ne nuk e njohëm pabesin, po ne kemi në gen qëndresën, revoltën, që ty do të rrëzojmë.